kam vajzën 12 vjetë që nuk moj mi folë si trojt 10 vjetë, sepse vajza është 12 vjetë dhe forca e ndikimit prej shoqënisë, pesha për me i provu ndikimin që jep shoqënia është shumë e madhe, jo në munges respekti, po në munges me provu veten. Dhe ti tash nuk mundesh më mos e bë, po duhesh me folë në mënyrë tjetër, shiko bëje, po nështë ta që kjo është ma mirë. Dhe ki trojnë që është shumë a i lidhun halo me familjen, është shumë a i lidhun halo emocionalisht me neve dhe donë shumë ma shumë siguri prej neve dhe do ma shumë mi a strukturu ditën, mi ndimu gjithë shka. Ti dush mi lujt nështë jo dy role, po dush mi mbaj dy ndikime të ndryshme. Te ana është diçka tjetër, te troja është diçka tjetër. Dhe kur ti mrin me kanalizu një kësi lloj pjeset, prindrimit mandaj është shumë letë. Ekspertet e prindrimit munden me ditë ma mirë, po besoj unë e pajtona gjithë me vetën, këtë ras, dhe pajtona me shumë prind tjerë që nuk mundet me ditë kërkush ma mirë se sot ti. Po sigurisht, natyrat e prindë ka stilin e prindrimit vetë. Sepse sot fëmijët kanë probleme dhe vujnë nga format të ndryshme, ose nga pjesa sociale, ose nga pjesa që edhe vetë na nuk e dim çka janë disa gjona që i ndodhin për plasët mija dhe ja shkakton një mbyllje. Për këtë arsye nuk mundet me qenë një përkufizim për të gjithë fëmijët. Rrethonat, mënyra e jetesës në shtëpi, ku jeton, ku e çon, çfarë shkolle, çka punojnë prind, kjo ka shumë rëndësi dhe mënyrën se qysh ata ose qysh atyre duhet me ju qasë. Sigurisht. Po ndalim pak Valentina dhe tek profesionit. E krytëm, donë. Themi, prapë, se është pjesë shumë e rëndësishme. Po ndalim edhe tek jeta profesionale e Valentinës. Ju jeni zyrtare për informim në administratën tatimore të Kosovës, po në të njëjtën kohë keni një profesion tjetër, punën në televizion. Tregon pak qysh arrin me balancu këto dy profesione bashkë, po ashtu edhe pjesën e prindrimit. Unë jam zëdhënës e administratës tatimore ka 15 vjetë tash i bëjnë këtë vetë, edhe njëjtën ku kam edhe një emision gatimi, edhe shumë interesant. Prej numrave, prej statistikave, që nuk ki shkronja ki vesh numra, me kalu në enë, me kalu në gatim, është shumë interesant edhe është në disproporcion me njëna tjetrën, po kur e merë shë, mu më pëlqen shumë gatimi, unë gatuj shumë si person, edhe për këtë arsye nështë edhe pasionin jam me kom këthy në projekt. Po nështë prej numrave ku shkon edhe gjiron gatim është një farë terapie. Unë e quj terapi pa pare, gatimi është, nëse e donë. Njëjtë e përjetoj edhe në shpe, njëjtë e përjetoj, kom qef njerëzit kur tiftojnë që ato momente me gatu bashkë me ta. Kështu që nuk ka naj nevojt madhe për mi balancu këto dyja, ka vish nevojt madhe mos mi përzi, se dalojnë shumë. Pas nuk përzien edhe me dashtë. Nuk mundesh mi përzi nëse donë me full në gatim, me i matë me sasine e tyrave, po nuk jënë diçka që nuk mundesh me punu njëjtë, me ritmin e njëjtë dhe me qasjen e njëjtë.